Nxënësit e klasës së parë të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa festuan një qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, me një ekspozit pikture, ku treguan me anë të imagjinatës mënyrën se si e shohin veten dhe botën. Përveç anës festive, aktiviteti ka dhe një mesazh sensibilizues, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së fëmijëve dhe thirrjen për jo dhunës dhe abuzimit ndaj tyre. Ta mësuesja Laureta Lame, e cila uroi nxënësit e saj dhe fëmijët gëzuar një qershorin. Sot është një qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Një ditë e lën enkas, jo vetëm sepse këta janë e ardhmja jonë, por edhe është dhe një drejt që ata kanë për të qenë të lumtur dhe të gëzuar në këtë botë. Unë ju uroj të gjithë fëmijëve, kudo qofshin, gëzuar një qershorin dhe ta kalojnë sa më bukur. Të jenë fëmijë të lumtur, të gëzuar, të qeshur dhe të jetojnë gjithmonë të lirë dhe në paqe. Mësuese Laureta vlerësoi punën dhe kreativitetin e nxënësve dhe njëkohësisht falenderoi edhe prindrit për bashkëpunimin në realizimin e projektit. Janë punime që janë bërë në bashkëpunim me prindrit. Këta janë të vegjël dhe normale që duhet të kenë bashkëpunimin, pranin, udhëzimin dhe mësimet e më të mëdhenjve. Gjë që do t'i motivoj dhe do t'i mësoj këta në të ardhmen që pastaj t'i bëjnë vetë. Kështu që këto janë punime të bëra shumë bukur, me një përkushtim nga ana prindërve, të cilët kanë dashur orë të tëra, ta themi edhe këta, për të realizuar këtë projekt në ditën e tyre. Faleminderit dhe gëzuar të gjithëve një qershorin. Më pas, Jasmina dhe Rajla u shpërndan shokëve të klasës dhuratat e vogla që kishin përgatitur për ta. Një lule dhe çokolata si shenjë feste dhe miqësie. Nënshkruesit e vegjël u uruan gëzuar një qershorin shokëve të shkollës, të cilët vizituan ekspozitën që qëndron e hapur në hollin e saj.